Përshëndetje, e dini që ka qenë një këngë dikur, ka pas qenë një hit. Ndarja jonë ishte gabim, këto që kanë qenë të dashuru në vitet e mëhershme, domethënë i kanë gjuar këto këngët dhe kanë vujt fare, kanë fut tekes. Flasim për ndarjen e Jozit edhe të Loredanës, një dyshe që po komentohen shumë, që po përflitet shumë për to, që po shkruhet shumë për to, por unë tash do të zbuloj të vërtetën që është thënë në këtë lajm dhe më pas do ta komentoj të vërtetën që e di unë. Kur bëhet fjalë për ndarje, një ndarje e tillë ka ndodhur me të vërtetë mes dy personazhëve të njohur të showbizit shqiptar. Bëhet fjalë për Jozin dhe Loredanën, të cilët pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi romantik kanë vendosur të vendosin pikë në raportin e tyre të përbashkët. Kjo ndarje ka shokuar fansat e tyre, të cilët gjithmonë i kanë mbështetur ata si një çift të pandarshëm. Burimet e afërta mes çiftit sugjerojnë se kjo ndarje nuk është thjesht një hatërmbetje momentit, por një vendim që ka pasur një proces të gjatë mendimi. Për gjatë kohëve të fundit janë shfaqur tensione të dukshme mes tyre, që kanë rezultuar në mospërputhje që kanë ndikuar negativisht në marrëdhënien e tyre. Një nga arsyet kryesore që ka kontribuar në ndarje është mentaliteti i ndryshëm që kanë ata rreth jetës dhe karrierës. Jozi ka qenë i fokusuar në projekte muzikore dhe në aspirata të reja, ndërsa Loredana ka pasur synime të tjera në aspektin personal dhe profesional, duke sjellë mospajtime që përfundimisht kanë çuar në këtë vendim drastik. Diskutimet e shpeshta mes tyre, të cilat më parë kanë qenë një shenjë e pasionit, tani janë shndruar në mosmarrveshje që krijojnë tensione. Për shumë fansa, kjo situatë ka qenë shqetësuese, duke parë se si ata ishin ëngjit e tyre. Tani janë në një rrugë të veçantë, megjithse disa besojnë se kjo ndarje është pjesë e një marketingu strategjik për të rritur reputacionin e tyre në industrinë muzikore, realiteti i ndarjes është më i thellë se sa kaq. Këto situata dhe tensione mes tyre kanë qenë evidente dhe gjatë kohës që ata kanë qenë brenda Big Brotherit, ku përplasjet e tyre ishin të dukshme për publikun. Prandaj ndarja e tyre del të jetë më shumë se thjesht një lajm, por një reflektim i sfidave të vërteta që si individ po përballen, ndërsa fansat e tyre presin nëse ata mund të pajtohen përsëri. Koha dhe zhvillimet e ardhshme do të tregojnë nëse ky është fundi i një epoke apo thjesht fillimi i një kapitulli të ri për të dy. Një pyetje që mbetet pa përgjigje është nëse Jozi dhe Loredana do të gjejnë një mënyrë për të rinovuar marrëdhënien e tyre ose do të vendosin të qëndrojnë të ndarë. Ndërkohë, ne jemi në pritje të mbulimeve më të detajuara që mund të zbulojnë se çfarë do të ndodhë më pas. Tani dua pakun të ndaloj në këtë pjesën. Loredana ka thënë që e ka hequr Jozin nga Instagrami, por nuk ka thënë që ka një ndarje. Do të thënë ka thënë që marrëdhënia e Jozit edhe marrëdhënia e Loredanës është një marrëdhënie në do të thënë marrëdhënie komplikume dhe zakonisht nuk është një ndarje. Tani unë nuk dua të quaj ndarje, mund ta përdorën Jozi dhe Loredana këtë gjë për strategjinë e tyre, për interesin e tyre, për famën e tyre që të komentohen etj etj, nuk mund të quhet një ndarje, por mbi të gjitha do të thënë thuhet se është një ndarje dhe ky nuk është një lajm i bazuar në fakte të vërteta. Prandaj ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të arritur të kuptoni të gjitha të vërtetat që kanë të bëjnë tek artistët shqiptar.